Prefekti i Qarkut të Vlorës në një takim me SHAU i sjellës kanalizimi rajoni Vlorë mbjetësurinë e projektit të ri në qytet që do të ndikojë edhe në furnizimin me 24 orë me ujë të qytetit të Vlorës. Në takim u trajtuan edhe problematikat lidhur me punimet në akset rrugore të qytetit, situata e krijuar prej tyre, kjo edhe pas shqetësimeve të ngritura her pas here nga qytetarët banor të Vlorës. Pas takimit, prefektia i Qarkut të Vlorës Evisa Llushi e vendosi theksin tek përfundimi i sa më shpejt, teksa afati do të jetë muaj maj 2026, ndërkohë në sezonin e ardhshëm turistik, Vlora nuk duhet të ketë më probleme e natyrisht furnizim pa ndërprerje me ujë të pishëm. Njëkohësisht gjatë kësaj kohe do të realizohet edhe ngritja e një grupi pune të përbashkët me qëllim për të evituar problematikat që mund të krijohen. Sapo përfundova takimin me drejtorin e drejtorisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve Vlorë, takim i cili kishte në fokus informimin lidhur me situatën në qytet, në lidhje me investimin që është duke u kryer për furnizimin me ujë të pishëm 24 orë të qytetit të Vlorës. Ky ishte një takim iniciuar nga ana ime si prefekte e Qarkut të Vlorës për të informuar lidhur me situatën në qytet, me përfaqësues edhe nga sektorët e veçantë të institucionit të prefekturës. Në fokusi i këtij takimi është pikërisht informimi i asaj se çfarë është duke ndodhur, duke parë dita ditës që qytetarët dhe qyteti presin me padurim përfundimin e investimit të rrjetit ujësjellësit, i cili do të sigurojë ujë të pishëm 24 orë. Qytetarët po humbasin durimin dita ditës me situatën e krijuar në rrugët dhe lagjet e qytetit, ku janë dëmtuar rrugë të shumta dhe sheshe lagjesh si pasojë e punimeve për këtë investim. Qytetarët presin me padurim që të hiqen nga taracat e banesave të tyre bolierët, të cilët janë kthyer në rrezik kryesisht për ndërtesat e vjetra, të cilat janë të amortizuara edhe si pasojë e ujit që rrjedh nga bolierët. Qytetarët e Vlorës presin një përgjigje, kërkojnë një afat se kur do të përfundojë investimi dhe ne si përfaqësues të qeverisë që paguajmë me taksat e qytetarëve, duhet të japim një përgjigje të tillë sepse ua kemi detyrim gjithë qytetarëve të Vlorës. Nuk mund të vazhdojt me zgjatje punimesh, me rrugë të hapura, të cilët në fakt krijojnë vetëm problem në përditshmërinë e qytetarëve. Nisur nga kërkesa për informacion dhe ankesa e qytetarëve të Vlorës, e iniciuam këtë takim dhe nga diskutime dhe nga informacione që morëm dhe nga ajo çfarë na u referuar edhe nga ana e drejtorit të drejtorisë rajonale ujësjelljes kanalizimet, në muajin maj të vitit 2026 pritet që ky investim të përfundojë. Gjithashtu, rakorduam me drejtorin e ndërmarrjes për të krijuar një plan pune. Nga ana e prefekturës do të ngrihet një grup monitorimi me përfaqësues nga gjithë sektorët e institucionit prefektit të Qarkut dhe së bashku do të hartojmë një plan pune për të ndjekur në vimësi ecurinë e këtyre punimeve në terren, të koordinuar së bashku me ndërmarrjen e ujësjellësit dhe për të parë si do të procedohet deri në përfundim të këtij investimi madhor, do thoya për qytetarët e Vlorës. Lajmi i mirë është që nga ana e drejtorisë përkatëse është mobilizimi maksimal që këto punime të përfundojnë dhe besojmë dhe shpresojmë dhe nga ajo se çfarë na u referua dhe nga vetë drejtori që sezoni turistik i 2026 do të na gjejë me përfundimin e këtij investimi madhor. Takimi iniciuar nga vetë prefektura kishte për qëllim, sipas Allushit, projektin që padyshim do të ketë ndikim në qytet, ndërsa në vijim do të shihen të gjitha problematikat dhe shqetësimet, ndërsa ka kërkuar po ashtu edhe mirëkuptimin e qytetarëve, kryesisht në pallatet e vjetra, aty ku ky projekt po zbatohet. Në fakt, takimi i ditës së sotme kishte në fokus informimin lidhur me investimin që është duke u bërë për furnizimin me ujë të pishëm 24 orë. Nuk u ndalem në teknikalitete lidhur me atë çfarë ju sapo përmendët, sepse qytetarët kanë pasur ankesa në vimësi me situatën e krijuar për shkak të hapjes së rrugëve, vështirësisë së lëvizjes nëpër rrugët dhe nëpër sheshet e qytetit. Ky ka qenë fokusi i takimit të ditës së sotme. Pa diskutim që në vimësi nga komunikimet dhe takimet që ne do të vazhdojmë të kemi me këtë institucion, do të informohemi dhe për gjithë ato detaje dhe informacione që qytetarët do të kenë nevojë që të marrin në vazhdim. Institucioni prefektit të Qarkut gjithmonë është në mbështetje të ankesave, kërkesave të qytetarëve, ku unë gjej edhe mundësinë të bëj një thirrje gjithëve që çfarëdo lloj ankese të kenë,
të drejtojnë institucionin e prefekturës për të marrë informacionet e nevojshme dhe për të kërkuar zgjidhjen e problemeve të tyre. Çdo ditë ne kemi qytetarë të cilët paraqiten në dyert e institucionit tonë. Unë vetë për ditë pres të gjithë qytetarët që duan të marrin informacione krahas edhe punës që zhvilloj në terren, sepse më duhet që një pjesë të madhe të kohës të jem edhe në terren për të ndjekur situatën dhe për të ndjekur të gjitha punët e tjera që prefekti ka në ngarkim. Unë jam shumë e lumtur dhe e kënaqur sikur në një ditë të zgjidh qoftë edhe një problem të vetëm. Ankesa që lidhen me situata që prekin institucionet të caktuara, të cilat mundohemi çdo ditë nëpërmjet përcjelljes dhe në sektorët përkatës për t'ju dhënë përgjigje, që mund të lidhen me sektorin juridik, me sektorin e zhvillimit urban, me sektorin e gjendjes civile. Pra sipas problemeve që ata paraqesin, unë i referoj tek zyrat përkatëse dhe përpilojmë kërkesat apo dhënien e përgjigjeve në një kohë sa më të shpejtë që të jetë e mundur që dhe qytetari të arrijë të marrë informacionin e duhur dhe të zgjidhë problematika e tij. Projekti ujësjellësit në Vlorë pritet të mbyllet në maj të 2026, ndërsa është theksuar gjatë kësaj kohe edhe nga prefektura që të ketë sa më pak problematika të lidhura kryesisht me punimet në rrugë.